duhet merren vesh sepse s'ka zgjidhje tjetër. Si komentoni, zotri Baraliu, edhe veprimet e fundit të qeverisë në detyrë, siç ishte miratimi i projekt buxhetit për vitin 2026, sot pati një padi nga rrjeti organizatave jo qeveritare avonet në lidhje me këtë, duke konsideruar si u kushtetues. Në anën tjetër edhe deklarata të kryeministrit në detyrë njëherësh kryetari i vetvendosur Albin Kurti, i cili thotë që nuk kam buxhet me nda për kryetarë të cilët kanë vjedh ose nuk punojnë. Po janë disa çështje këtu e para sa i përket miratimit buxhetit, fillimisht nuk ka nevojë kaq ngutit kemi sepse me ligjin për buxhetin edhe ligjin për financimin, thjesht lejohet mundësia që deri në mars, në fund të marsit, të ketë një fazë kalimtare ku mund bëhen gjitha pagesat e kryer obligimeve shtetërore dhe institucionale. Dhe sa është ashtu, marsi është i gjatë, ende. E dyta, nëse është ashtu siç thuhet që dispozitat e ligjit për buxhetin, masaktësisht 35 me paragrafet e tij, atje edhe 31 edhe paragrafi 2-8 e tjera që japin mundësinë, lejojnë që edhe qeveria në detyrë mund të propozoj kuvendit buxhetin. Më falni, atëherë nuk ka pse të nuk e di ku e gjen bazën kushtetuese këta shoqëri civile kaq lehtë shpejt që merren aq vesh, në rregull është, e drejtë e tyre. Po atëherë mund të vërtetohet ajo dhe kuvendi është ai që vendos. Kuvendi mund të ndryshojë edhe kushtetut. Gjitha ato propozime që i ka bërë kjo qeverisë në detyrë mund të ndryshojë, modifikojë e tjera, por duhet të trajtoj buxhetin. E treta, nëse kjo kështu nuk është, atëherë presidenti i vendit është deklaruar ka një mundësi tjetër që thjesht mbas ligjit në fuqi